Zonja dhe zotrinj, përshëndetje. Unë jam Jon Sheku dhe ky është edicioni informativ. Një gjykatës federal në SBA publikoi një dokument të përshkruar si letër vetvrasjeje e Jeffrey Epstein, ku ai shkruante se është privilegj të zgjedhësh momentin për t'i thënë lamtumir jetës. Gjykata urdhëroi publikimin e dokumentit pas kërkesës së New York Times, por pa konfirmuar autenticitetin e tij. Një gjykatës federal amerikan publikoi këtë të mërkur një dokument të përshkruar si letër vetvrasjeje të financierit Jeffrey Epstein, i cili u gjet i vdekur në qelinë e tij në vitin 2019. Në shënimin e shkruar me dorë përfshihet fjalia: "Është privilegj të zgjedhësh momentin për t'i dhënë lamtumir jetës." Dokumenti u bë publik pas një kërkese të gazetës New York Times, ndërsa gjykatësi argumentoi se materiali konsiderohet dokument gjyqësor dhe duhet të jetë i aksesueshëm për publikun. Megjithatë, ai sqaroi se gjykata nuk ka verifikuar autenticitetin e letrës dhe as mënyrën se si ajo është ruajtur ndër vite. Në shënim, Epstein duket se i referohej hetimeve ndaj tij, duke shkruar se hetuesit nuk gjetën asgjë. Dokumenti ishte shfaqur disa javë para vdekjes së Epstein, pas një incidenti që autoritetet atëherë përshkruan si tentativë të mundshme vetvrasjeje. Jeffrey Epstein, financier dhe i dënuar për abuzime seksuale, u gjet i vdekur në burg në gusht të vitit 2019. Vdekja e tij u shpall vetvrasje, por rasti vazhdon të mbetet objekt debatesh dhe teorish të shumta në SBA. Senatori amerikan Steve Daines u takua në Pekin me ministrin e jashtëm kinez Wang Yi në një përpjekje për të stabilizuar marrëdhëniet mes dy vendeve para takimit Trump-Xi javën e ardhshme. Të dy palët theksuan rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit mes dy fuqive të mëdha në botë. Senatori amerikan Steve Daines zhvilloi një takim në Pekin me ministrin e jashtëm të Kinës Wang Yi, në një moment kur Washingtoni dhe Pekini po përpiqen të ulin tensionet mes tyre. Takimi konsiderohet me rëndësi të veçantë diplomatike, pasi është delegacioni i parë i senatorëve amerikan që viziton Kinën që nga rikthimi i Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Ministri i jashtëm kinez deklaroi se marrëdhëniet SBA-Kin kanë kaluar periudha tensioni, por stabiliteti është ruajtur fjalë komunikimit mes liderëve të dy vendeve. Sipas Wang Yi, Kina është e gatshme të punojë me SBA-n për të zbatuar marrëveshjet e arritura mes presidentit Xi Jinping dhe Donald Trump, me synimin për të stabilizuar dhe përmirësuar marrëdhëniet dypalqe. Ai ekzistoi dialogun ballë për ballë si pikën e nisjes për ndërtimin e besimit dhe kërkoi bashkëpunim për zhvillimin e shëndetshëm dhe të qëndrueshëm të lidhjeve mes dy vendeve. Takimi zhvillohet vetëm pak ditë para vizitës së Donald Trump në Pekin, më 14 dhe 15 maj, ku presidenti amerikan pritet të takohet me homologun kinez Xi Jinping. Vizita do të jetë udhëtimi i parë i Trump në Kinë pas 8 vitesh dhe po ndiqet me vëmendje të lartë ndërkombëtare, sidomos pas tensioneve të fundit për tregtinë, teknologjinë dhe luftën në Iran. Anija turistike luksoze e prekur nga shpërthimi i hantavirusit është nisur drejt ishujve Kanarie në Spanjë, ndërsa autoritetet shëndetësore përpiqen të qetësojnë publikun mes frikës së banorëve lokal. Anija turistike luksoze MV Hondius, e goditur nga një shpërthim vdekjeprurës i hantavirusit, është nisur drejt ishujve Kanarie në Spanjë, pasi 3 persona u evakuuan nga bordi, 2 prej tyre në gjendje të rëndë. Anija, e cila transporton rreth 150 persona, pritet të mbërrijë në Tenerife të shtunën. Vendimi i Spanjës për ta pranuar ka shkaktuar debat të shqetësim mes banorëve lokal, të cilët kujtojnë periudhën e pandemisë COVID-19 dhe masat e rrepta të karantinës që prekën ishujt në vitin 2020. Disa qytetarë kanë shprehur frikë për mbërritjen e anijes, duke argumentuar se ajo mund të drejtohej drejt porteve të tjera të Evropës. Megjithatë, autoritetet spanjolle ranë dakord ta pranojnë pas kërkesës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ministrja spanjolle e shëndetësisë deklaroi se të gjithë pasagjerët që nuk janë shtetë spanjoll do të riatestohen në vendet e tyre, për sa kohë nuk paraqesin simptomat të sëmundjes. Deri tani, 3 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi, një çift holandez dhe një shtetas gjerman. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë të ditur se 8 persona dyshohet se janë infektuar, ndërsa 3 raste janë konfirmuar laboratorikisht. Autoritetet në Afrikën e Jugut konfirmuan se te viktimat është identifikuar varianti andean i hantavirusit,
një formë e rrallë që mund të transmetohet nga njeriu te njeriu, edhe pse ekspertët theksojnë se kjo ndodh shumë rrallë dhe zakonisht kërkon kontakt të zgjatur e të afërt. Specialistët e shëndetit publik po bëjnë thirrje për qetësi, duke insistuar se situata është e menaxhueshme dhe se rreziku për publikun mbetet i ulët. Hantavirusi zakonisht transmetohet përmes kontaktit me urinën, pështymën ose jashtëqitjet e brejtësve dhe shkakton simptoma të ngjashme me gripin, po në raste të rënda mund të çojë në probleme serioze respiratore. Ndërkohë, autoritetet në Ishujt Kanarje po përgatiten për mërritjen e anijes, ndërsa kujdesi shëndetësor dhe procedurat e izolimit mbeten në fokus për të shmangur çdo rrezik të mundshëm. Portet lindore të Emirateve të Bashkuara Arabe po përballojnë pjesën më të madhe të tregtisë detare të vendit, ndërsa tensionet në gjirin persik dhe bllokimi i ngushticës së Hormuzit vazhdojnë të tronditin ekonominë rajonale. Portet e Fujairah dhe Khor Fakkan në Emiratet e Bashkuara Arabe janë kthyer në qendrat kryesore të tregtisë detare të vendit pas mbylljes efektive të ngushticës së Hormuzit për shkak të konfliktit mes Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Pamjet nga porti i Fujairah tregojnë një aktivitet intensiv, me anije mallra të ankoruara, vinça në lëvizje të vazhdueshme dhe qindra kamion që presin të transportojnë ngarkesa. Që prej nisjes së luftës me Iranin, këto porte me dalje direkte në Oqeanin Indian janë bërë linja kryesore ekonomike për Emiratet. Autoritetet dhe operatorët portual thonë se pjesa më e madhe e tregtisë detare që më parë kalonte përmes porteve në gjirin persik, tashmë po zhvendoset drejt brigjeve lindore, pasi shumë anije kanë mbetur të bllokuara në terminalet perëndimore. Sipas të dhënave të publikuara, eksportet e naftës përmes Fujairah janë rritur me 38% që nga fundi i muajit shkurt, kur nisën sulmet ndaj Iranit. Ndërkohë, në portin Khor Fakkan, volumi i kontejnerëve të përpunuar është rritur në mënyrë dramatike. Drejtuesit e kompanive portuale tregojnë se para luftës trajtonin rreth 2000 kontejnerë në javë, ndërsa tani kjo shifër ka arritur me rreth 50.000. Edhe trafiku i kamionëve është rritur ndjeshëm, nga rreth 100 në ditë në afër 7.000 kamion çdo ditë. Megjithatë, tensionet në rajon vazhdojnë të paraqesin rrezik serioz për infrastrukturën energjetike. Vetëm pak ditë më parë, dron iranian goditën zonën industriale të naftës në Fujairah, duke shkaktuar zjarr dhe plagosjen e 3 punonjësve. Ndërkohë, edhe vendet e tjera të gjirit po kërkojnë alternativa për tregtinë dhe eksportet. Arabia Saudite përfiton nga daljen e 2 bishë detare, por shtete si Katari, Kuvaiti dhe Bahreini mbeten më të ekspozuara për shkak të varësisë nga rrugët detare përmes Hormuzit. Analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm i konfliktit mund të ketë pasoja të mëdha për ekonominë globale dhe furnizimin ndërkombëtar me energji. Ukraina ka akuzuar Rusinë se ka shkelur propozimin për arpushim duke vazhduar sulmet ajrore dhe përplasjet në vijën e frontit. Sulmet ruse goditen edhe qytetin Sumi, ku një dron shkatërroi një kopsht fëmijësh dhe shkaktoi viktima. Punonjësit e emergjencave në Ukrainë janë përballur me flak dhe shkatërrime në qytetin verilindor Sumi, pas një dron rus goditi një kopsht fëmijësh gjatë orëve të parë të mëngjesit. Sipas autoriteteve lokale, në momentin e sulmit nuk kishte fëmijë brenda ndërtesës, por të paktën 2 persona humbën jetën, mes tyre një roje sigurie. Sulmi ishte një nga disa goditje të raportuara në Ukrainë gjatë së mërkurës, ndërsa Kievi akuzon Moskën se po shkel propozimin e Ukrainës për anpushim. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte propozuar ndalimin e luftimeve duke nisur nga 6 maj, si përgjigje ndaj nismës së presidentit rus Vladimir Putin për një anpushim 2 ditor më 8 dhe 9 maj, në kuadër të përkutimit të fitores sovjetike në luftën e dytë botërore. Megjithatë, Rusia nuk e ka pranuar propozimin e Ukrainës dhe luftimet kanë vazhduar në disa rajone të vendit. Ndërkohë, Moskva ka shtuar masat e sigurisë për paradën ushtarake të 9 majit, duke paralajmëruar për kërcënime të mundshme nga sulmet ukrainase. Autoritetet ruse kanë bërë të ditur se mbrojtja ajrore rreth kryeqytetit është përforcuar ndjeshëm. Nga ana tjetër, Zelensky deklaroi se përqendrimi i sistemeve ruse të mbrojtjes ajrore pranë Moskës krijon mundësi shtesë për sulme ukrainase me rrezet të gjatë në zona të tjera. Pak ditë më parë, Ministria Ruse e Mbrojtjes paralajmëroi se çdo sulm ukrainas gjatë ceremonive të 9 majit do të përballej me një përgjigje masive raketore ndaj Kievit.
Përpjekjet për paqe të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara mbeten të bllokuara, ndërsa Rusia vazhdon ofensivën për të marrë kontrollin e plotë të rajonit lindor të Donetskut. Irani deklaroi se po shqyrton një propozim të ri amerikan për t'i dhënë fund luftës në Gjirin Persik, ndërsa burime diplomatike flasin për një memorandum të shkurtër mes Washingtonit dhe Teheranit. Lajmi ka ndikuar menjëherë në tregjet globale, duke ulur çmimet e naftës dhe rritur optimizmin për hapjen e ngushticës së Hormuzit. Irani njoftoi këtë të mërkurë se po shqyrton një propozim të ri të Shteteve të Bashkuara, ndërsa burimet të afërta me negociatat bëjnë të ditur se Washingtoni dhe Teherani janë pranë arritjes së një memorandumi për t'i dhënë fund luftës në Gjirin Persik. Sipas mediave iraniane, përgjigjja e Teheranit pritet të përcillet përmes Pakistanit, vendi që ka shërbyer si ndërmjetës kryesor mes palëve gjatë konfliktit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se lufta mund të marrë fund nëse Irani pranon atë që është rënë dakord, pa dhënë detaje të tjera mbi përmbajtjen e marrëveshjes. Burime diplomatike të cituara nga Reuters dhe Axios bëjnë të ditur se memorandumi njëfaqësh parashikon fillimisht fundin e luftimeve, ndërsa më pas do të diskutohen çështje të tjera si hapja e transportit detar në ngushticën e Hormuzit, heqja e sanksioneve amerikane dhe programi bërthamor iranian. Pakistani konfirmoi se palët janë shumë pranë një marrëveshjeje, ndërsa Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit nuk kanë komentuar zyrtarisht. Lajmi për një marrëveshje të mundshme ndikoi menjëherë në tregjet ndërkombëtare, duke shkaktuar rënje të çmimeve të naftës dhe rritje të bursave globale, mes shpresave për rikthimin e furnizimeve normale me energji. Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më të rëndësishme të transportit energjetik në botë, pasi para konfliktit aty kalonte afër 20% e naftës dhe gazit të lëngshëm global. Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, mbrojti çmimet e larta të biletave për Kupën e Botës 2026, duke argumentuar se kërkesa e madhe në tregun e rishitjes justifikon tarifat aktuale. Ai tha se disa bileta po rishiten deri në $2 milion, por kjo nuk do të thotë se ato vlejnë realisht aq. Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, deklaroi se çmimet e larta të biletave për Kupën e Botës 2026 janë të justifikuara nga kërkesa e madhe në tregun amerikan dhe nga rishitja e tyre në tregun sekondar. Duke folur në konferencën globale të Milken Institute në Los Angeles, Infantino ironizoi me faktin që disa bileta për finalen e botërorit po ofrohen deri në $2 milion. Ai tha se kjo nuk do të thotë që bileta kushton realisht aq dhe as që dikush do ta blejë me atë çmim. Po ta blej dikush një bilet $2 milion, unë personalisht do t'i çoj një hot dog dhe një Coca-Cola, deklaroi ai me humor. Infantino theksoi se SBA-ja është tregu më i madh i industrisë së argëtimit në botë dhe se FIFA duhet të ndjek logjikën e tregut. Sipas tij, nëse biletat do të shiteshin shumë lirë, ato do të rishiteshin menjëherë me çmime shumë të larta. Mediat amerikane raportojnë se FIFA ka marrë rreth 500 milion kërkesa për bileta për Kupën e Botës 2026, ndërsa finalja e 19 korrikut në New Jersey konsiderohet eventi më i kërkuar. Çmimet zyrtare për finalen variojnë nga $2.000 deri në mbi $6.000, shumë më lart se finalja e botërorit të Katarit në vitin 2022. Pas kritikave për tarifat e larta, FIFA ka vendosur në dispozicion edhe një numër të kufizuar biletash me çmim $60 në sektorët më të lartë të stadiumeve. Çmimet e naftës ranë në nivelet më të ulta të 2 javëve të fundit, pas raportimeve se SBA-ja dhe Irani janë pranë një marrëveshjeje fillestare për paqe. Tregjet reaguan pozitivisht ndaj mundësisë së uljes së tensioneve në Gjirin Persik dhe rihapjes së transportit në ngushticën e Hormuzit. Çmimet globale të naftës pësuan në rënje të fortë këtë të mërkurë, duke zbritur në nivelet më të ulta të 2 javëve të fundit, pas raportimeve se SBA-ja dhe Irani janë pranë një marrëveshjeje fillestare për paqe. Nafta Brent ra me mbi 9% gjatë tregtimit në Evropë, duke zbritur përkohësisht në nivelin e $100 për fuqi për herë të parë që nga 22 prilli. Edhe nafta amerikane, West Texas Intermediate, humbi rreth 6% të vlerës në orët e para të tregtimit në SBA. Sipas burimeve diplomatike të cituara nga Reuters dhe Axios, Washingtoni pret përgjigjen e Iranit për disa pika kyçe të marrëveshjes brenda 48 orëve të ardhshme. Burimet thanë se kjo është pika më e afërt
ku palët kanë arritur drejt një marrëveshje që nga fillimi i luftës. Irani deklaroi më herët se do të pranojë vetëm një marrëveshje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse. Lënia e çmimeve vjen pas javësh tensioni në gjirin persik, ku bllokimi i ngushticës së Hormuzit kishte shkaktuar ndërprerje të furnizimeve globale me energji dhe rritje të fortë të çmimeve. Javën e kaluar, nafta Brent kishte arritur nivelin më të lartë në më shumë se 4 vite. Ndërkohë, burimet të tregut raportojnë se rezervat amerikane të naftës kanë rënë për të tretën javë radhësi, ndërsa janë ulur edhe rezervat e benzinës dhe karburanteve të tjera. Një sulm ajror izraelit në qytetin e Gazës plagosi rënd djalin e Khalil al-Haya, kreut politik të Hamasit dhe negociatorit kryesor në bisedimet me Izraelin. Sulmet izraelite në disa zona të Gazës lanë të vrarë edhe disa palestinesë të tjerë dhe tjetra të plagosur. Një sulm ajror izraelit në qytetin e Gazës ka plagosur rënd Azam al-Haya, djalin e Khalil al-Haya, kreu të byros politike të Hamasit dhe negociatorit kryesor të grupit në bisedimet indirekte me Izraelin. Sulmi ndodhi në lagjen Daraj, ku sipas mjekëve palestinez, mbeti i vrarë edhe Hamza al-Sharbasi, ndërsa të paktën 9 persona të tjerë u plagosin. Khalil al-Haya reagoi pas sulmit duke deklaruar se Izraeli nuk do të detyrojë Hamasin të ndryshojë qëndrimet e tij politike. Ai tha se vrasjet dhe sulmet ndaj familjeve të drejtuesve të Hamasit nuk do t'i friksojnë palestinezët dhe nuk do t'i ndalin nga kauza e tyre. Ndërkohë, zyrtarët të Hamasit e cilësuan sulmin si një përshkallëzim të ri të tensioneve në Gaza. Taher al-Nono, një nga ndihmësit e al-Haya, deklaroi se bombardimet vetëm sa e forcojnë vendosmërinë e negociatorëve palestinez në mbrojtjen e të drejtave të popullit të tyre. Në të njëjtën ditë, ushtria izraelite kreu edhe sulme të tjera në veri dhe jug të Gazës. Në lagjen Zajtun, 3 anëtar të së njëjtës familje u vranë pranë një xhamie, ndërsa në zonën Al-Mawasi u vra Nasim Al-Kalzani, drejtues i forcës kundër narkotikëve në Khan Yunis, pasi automjeti i tij u godit nga një sulm ajror. Sipas burimeve mjekësore palestineze, të paktën 17 persona të tjerë mbeten të plagosur nga sulmet e fundit, ndërsa tensionet në Gaza vazhdojnë të mbeten shumë të larta. Presidenti francez Emmanuel Macron kërkoi rihapjen pa kushte të ngushticës së Hormuzit dhe bëri thirrje për mbështetje ndaj një misioni franko-britanik për sigurinë detare në rajon. Ai tha se ulja e tensioneve do të ndihmojë negociatat për programin bërthamor të Iranit dhe stabilitetin rajonal. Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë thirrje për rihapjen e menjëhershme të ngushticës së Hormuzit pas bisedimeve me presidentin iranian Masoud Peskov në një kohë kur tensionet në rajon vazhdojnë të ndikojnë tregjet globale dhe sigurinë detare. Macron deklaroi se të gjitha palët duhet të heqin bllokadën e ngushticës pa vonesë dhe pa kushte, duke theksuar se objektivi është rikthimi i plot i lirisë së lundrimit që ekzistonte përpara shpërthimit të konfliktit. Presidenti francez u ndal edhe te iniciativa e përbashkët e Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar për krijimin e një misioni shumëkombësh që do të garantonte sigurinë e anijeve në ngushticën e Hormuzit. Ai u bëri thirrje vendeve të tjera të bashkohen me këtë nismë, duke thënë se zhvillimet e fundit kanë treguar qartë nevojën për një mision të tillë. Macron zbuloi gjithashtu se i kishte kërkuar presidentit iranian të shfrytëzonte momentin për uljen e tensioneve, ndërsa paralajmëroi edhe bisedime me presidentin amerikan Donald Trump për situatën në rajon. Sipas presidentit francez, rikthimi i qetësisë në ngushticën e Hormuzit lidhet drejt për drejt me përparimin e negociatave për programin bërthamor të Iranit, por edhe me çështje më të gjera të sigurisë rajonale. Kthimi i qetësisë dhe në ngushticë do të ndihmojë në avancimin e negociatave mbi çështjen bërthamore, çështjen ballistike dhe situatën rajonale, deklaroi Macron. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.a. Bashkë mirupafshim.